Edicioni i 6 i Ram Lahaj International Opera Festival ka sjellë në Kosovë një program të pasur artistik në motën Play Music, Not War. Nga 4 deri më 29 korrik, festivali bashkon artistë vendor dhe ndërkombëtar, duke promovuar muzikën si një gjuhë universale të paqes dhe dialogut. Se përket motos ka ardhur shumë natyrshëm. Unë jam fëmijë që i kam, po them fëmijë që i kam kaluar 2 lufta në 99 dhe në 2001 në Maqedoni. Dhe mandej gjithë eksperjenca dhe ndryshimi mjetësor, sigurisht edhe fati i madh për të përformuar me gjithë ta kolegë dhe për të pas një eksperiencë profesionale për mua mjaftueshëm për të përmbushur si artist. Motoja ka ardhur shumë thjesht sepse vitet e fundit me gjithë luftën në Ukrainë, me luftën në Palestinë, me gjithë luftën që po ndodhin realisht këto vitet e fundit, sidomos njerëzit të pushtetit, duke filluar prej Trumpit, padashtë me kalum politik, po ajo që na shohim për ditë në telefonat tonë ose në për televizionet, je shef që jemi në një pikë frustrimi ku njerëzit dalin dhe flasin në emër të kombit, në emër të shtetit, me frustrimin më të madh për forcën, për luftën, për potencën e madhe që munden me pas për mbështetjen që kanë si shtet prej nga vinë. Edhe më zhdukni si tip loje që kush luan më mirë sot. Domethënë kjo ka qenë si mendim fillestar dhe mandej sigurisht me ekipin e kemi zhvilluar, edhe natyrshëm ka ardhur tek ideja Play Music, Not War. We don't need war. I know how war feels. I mean, I went through it. So, më fal. Domethënë ideja ka qenë kjo që thjesht kemi dashur me prek pak frustrimin e viteve ose të vitit fundit ku njerëzit mbas të potencës, forcës shtetërore që kanë sikur po luajnë me fatin e tjerëve, me luftrat. Kjo ka qenë nisma e idesë Play Music, Not War. E se përket asaj sa është e vështirë me mbajt një festival, unë po besoj që çdo lloj nisme mahet shumë kollaj kur ka dashnin fillimisht atyre që besojnë projekt, të cilët fillimisht është ekipa njerëzit me të cilët i punon dhe atyre që ti ja u delegon ëndrrën për ta implementuar pastaj. Me njerë mas tyne janë shumë të rëndësishme po ashtu institucione, gjë që unë i falenderoj gjitha sepse gjithmonë kanë qenë gati me mbështet projektin edhe ëndrrën time. Dhe pastaj sigurisht edhe sektori publik i cili është po ashtu shumë i rëndësishëm, i cili gjithmonë pak për hir të rrugtimit tim edhe të ramës si emën, po edhe pak për hir të platformës të cilën ne po e zhvillojmë dhe po punojmë shumë, sepse fondacioni nuk ka për qëllim vetëm festivalin, ne këto vite kemi shku në për burgje, kemi shku në për fshatra, kemi dashur me shku në për zona dhe më të thella të Kosovës, sidomos tek fëmijët. Pastaj ajo që ka shumë e rëndësishme për fondacionin në këtë rast në kuadër të festivalit dhe jo vetëm është kënga shqipe. Unë jam rrit me këngën shqipe. Unë pastaj kam për fat mirë kam ndunë në disa gjuhë të ndryshme për fatin profesional, po unë jam rrit në kuzhinë me nanën duke ndigjuar këngët e Nexhmijës ose të Baçazeles ose të plot yjeve tjera shqiptare. Kështu që unë kur kam dalë me shku në prova kam pas në kufi ose në dëgjueset e mia kam pas këngën shqipe. Kështu që kemi punu shumë me ekipën edhe sigurisht bashkë me institucionet për ta zgjeruar platformën, sidomos me mbrëmjen e Nexhmijës. Për mua është një qatë sa është kënaqësi, qatë që është edhe përgjithësi ku shkojmë në për qytetat ndryshme gjatë kohës që ose fshatna gjatë kohës që bëhet skena gati, fëmia pyesin a ka me këndu gjesti apo ledri apo tjetri, sepse nuk ka një traditë të koncerteve të mirëfillta. Për që ta njerëzit halana morim ka njerë disa mesazhe ku edhe sigurisht si ekip i trajtojmë, njerëzit thonë qysh Kerama në koncertes na përshëndetin neve. Domethënë duhet me kthy dhe përgjigje që nuk jemi këtu me përshëndet. Koncerti i Nexhmijës është koncerti i Nexhmijës, aty performon Alma, performojnë artistët që janë të dedikuar për atë mbrëmje. Dhe po e shoh që qytetet po e pranojnë avash edhe pse në mesin e verës ku ne sigurisht jemi me mërgatën, me festa, me qana, domethënë po e pranojnë dhe është e nevojshme realisht krijohet një traditë ku fillimisht po shkoj me mbrëmjen e Nexhmijës, e cila përfaqëson muzikën shqiptare, jo vetëm repertorin e Nexhmijës, pastaj sigurisht avash do ta injektojmë edhe lirikën edhe muzikën klasike në përgjithësi dhe jo vetëm realisht. Ëndra festivalit është me pas edhe një platformë ku
duke ditë që ne kemi shumë talent në muzikën pop edhe në përgjithësi në muzikë, Andra jonë është me zhvillu edhe një po them kësaj edhe profilin ku ne merremi me këngëtarë të popit ose me këngëtarë të muzikës lehtë në përgjithësi ose edhe me këngëtarë të muzikës popullore. Shumë e mirë të kurohet muzika jonë. Nëse kemi me lënë rrugë dhe nuk e kurojmë nesi, jo vetëm nesi fondacion, por në përgjithësi nesi muzikant si artist, atëherë ka me devalvu në çdo lloj forme çfarë dhe veç e dim që ka devalvu. Nuk po flas për përgjithësinë institucionale, po flas për atë çka neve na servohet, qoftë në ahengjet tona familjare ose diçka e tillë. Kështu që është shumë më shumë se sa një festival, është për neve kanë gjithmonë Andra jonë është me lënë tip legacie, me lënë tip traditë, një dëshmi që dikush pavarësisht të gjithë frustrimit që jetojmë momental ku gjithçka ka të bëjë se çu dukemi në Instagram ose se ku jetojmë ose çfarë pushimesh bëjmë, unë po besoj shumë që ky vend ka nevojë për një platformë edukuese, nuk guxoj me ik për çasaj. Me koncerte, aktivitete artistike dhe performanca të ndryshme, festivali e shndron Prishtinën dhe qytetet e tjera të Kosovës në skena të kulturës. Të gjitha aktivitetet gjatë këtij edicioni ishin falas me përjashtim të mbrëmjes gala Ram Lahaj and Friends, e cila e përmbyll këtë edicion me 29 korrik. Kemi edhe një mbrëmje që, në fakt kemi dy mbrëmje. Një është Young Classics, është një orkestër e fëmijëve Amadeus edhe kori që ne mbështesim shumë, aty pastaj involvojmë edhe artistë të rinj, dhe është po ashtu New Generation, na kemi me shumë kujdes të trajtojmë profilin sidomos të këndimit lirik tek artistët e rinj. Kemi provu maksimalisht, është pak a shumë e një italogji, kemi provu maksimalisht me stimulu gjeneratën e re, që një këngëtar lirik nuk ka pse me u duk si një këngëtar pop, as prej botoksit që bën, as prej hunës që bën, as prej buzëve që bën. Këngëtari lirik prej mëngjesit deri në darkë ka një etik pune, studimi, analize. Domethënë dhe jo rastësisht, domethënë jam i ballafaqur përveç profilit, jam ballafaqur dhe me gjithë frustrimet që ne i marrim për ditë prej formës që po jetojmë, jo vetëm ata, po edhe gjithë ne. Domethënë po provojmë maksimalisht me e ndjell një kulturë pune, jo vetëm në ato se si ndërtohet një artist lirik, një artist operistik, qërdo që e titullojmë, po edhe në formatin se si bëhet puna. Për shembull, në sonte kemi një provë generale. Kushtet normale, unë kom pas shumë probleme, kur në fillim e kom iniciu idenë për të bërë një provë generale. 60 instrumentistë në skenë, edhe 5 artistë, edhe shumë muzikantë të tjerë nuk mund të bëhen me një provë. Domethënë është po provojmë në total për të ndjellë një lloj kulture pune dhe respektit të asaj se si bëhet ky profil. Ajo që më gëzon ekstremisht shumë është gjithmonë mbështetja e audiencës. Për shembull, për çdo mbrëmje, sigurisht në mbrëmjen gala ekipa ka më treguar një highlight të gjithë festivalit, ne jemi përplot. Domethënë gjitha mbrëmjet i japim for free, japim pa pagesë, sepse sigurisht ne mbështetemi për institucioneve dhe po ashtu prej sektorit privat, i cili vjen përmes ligjit të sponsorizimit, e cila po ashtu është mbështetje, është mbështetje të cilën sektori publik e sjell bashkë me sektorin privat, dhe kjo është, domethënë, nuk mundem me vanku për vështërsinë, sepse për fat të mirë në këto 7 vite unë kom mbledh të gjitha ata njerëz, jo vetëm pjesa e këtyre që performojnë, po edhe pjesa e ekipës që është shumë e rëndësishme puna që bëhet për ditë. Kështu që nuk kanë kohën për vështërsitë, sepse njoh këtë mentalitet mirë, sepse unë vi për këtij mentaliteti, kur e kam vendosur me bëj festivalin, nuk e kam llogarit më se sa vështirë do të jetë dhe se sa presion apo se sa vështirësi do të ketë në proces, e kam vendosur me bëj për dashninë atyre që më respektojnë dhe na respektojnë neve për projektin që bëjmë. Ram Lahaj International Opera Festival vazhdon të dëshmojë se muzika ka fuqinë të bashkojë njerëzit dhe të përcjellë mesazhe shprehëse për te çdo kufiri.